këtë 5 minutshin që ja po e themi dhe po e rekomandojmë, çfarë duhet i themi vetes çdo ditë? Si mund ta nisim? Për dikë që është duke na ndjekur se ndoshta këto terapit apo le themi energjia e grupit e bën më mirë punën kur jemi në grup edhe ky proces i shërimit personal është më efikas. Por ndoshta kur jemi vetëm, disa këshilla që mund t'i themi publikut. Unë do të bëja një këshill në mëngjes. Së pari, frymëmarrja dhe vizualizimi. Të mbyllni syt, mund ta bëjmë edhe tani me ju së bashku, të gjithë kudo që jeni. Thjesht mbylli syt. Dhe nëse ke dëshirë mund të marrësh 5 gishtat. 5 gishtat janë simboli i çdo elementi dhe çdo organi kryesor dhe të sistemeve. Do çdo gisht simbolizon një element, prandaj edhe 5 si 5 yjet. Pak a shumë 5 cepa ka ylli, e njëjta gjë edhe 5 elementet. Ndërkohë është e rastësishme unaza që t'i mban në gishtin e zemrës apo? Jo, nuk më binte këtu më, se jam... Okej, thashtë mos kishte ndonjë kuptim se tani energjia, universi, të gjitha këto duhet shpjeguar. Dhe interesant, njëjtën gjë dhe partnerit tim nuk i bite më këtu, na ka të dyve këtu. E kemi bler, kur kemi qenë në Greqi, kur ishin gishtat i çik të ajntur nga nxehtit, dhe na bite këtu në fillim. Më vonë, kur arritme në Austri, nuk na ra. Keni të dy aty. Por kjo është zemra. Gishti i mesit është zemra, qarkullimi i gjakut, tensioni për shembull. Nëse ne marrim të 5 gishtat, dhe ti me këtë dorën tjetër e rrumbullakon të pestat, po një qik fort, jo kështu lehtë, si më thënë, aha, si më qenë, e bën një qik fort, pak a shumë 80% të forcës tënde, dhe e vendos poshtë barkut. E vendos këtu poshtë, krejt kollaj. Dhe mbyll syt, dhe thuaj, rilidhem tani me të gjithë organet e mia. Dhe i jap dashuri të gjithë organeve. Dhe ti nëse njeh për shembull, din që ke një organ që nuk është mirë, për shembull dikush ka probleme me sistemin e frymëmarrjes, sepse ka grip, ka kaluar gripin, thua i jap dritën dhe dashurinë sistemit frymëmarrjes, mushkërive, bronkeve, dhe mundohesh të vizualizosh sikur i duke sjellur një dritë të artë, një diell në krahror. Dhe thua shpirtit tënd, zemrës tënde, shpirti im, zemra ime, më ndihmo sot që të forcohem, të shërohem, të shëroj ato organe, ato sisteme që ka nevojë sot për mua. Të rikthehen dhe një herë ashtu siç kam qenë fëmijë i vogël, plot shëndet. Të forcoj sistemin imunitar. Edhe të forcoj mbrojtjen, sepse nganjëherë kemi nevojë për mbrojtje, që mendimet negative të personave mos të vinë tek unë. Të forcojnë mbrojtjen edhe të jashtme dhe të brendshme. I them ne është një dritë që rrezaton edhe jashtë trupit tënd, që të mbron si një diell. Dhe thuaj kjo dritë shtohet, shtohet. Ky është hapi i parë, që të flasësh me vetvete. Dhe hapi i dytë ti merr frymë, e mbush barkun dhe e mban për disa sekonda, 5 deri në 8 sekonda, aq më shumë, aq më gjatë, aq më mirë. Dhe e mban dhe e lëshon. Mund ta lëshosh nëpërmjet gojës, është më kollaj, e merr edhe një herë frymë. Këtë gjë e bën 3 herë. E mban, e mbush trupin tënd me dritë dhe lëshon bllokadat nëpërmjet shfryrjes. Thulshoj, ato që nuk më duhet më. Kam pas stres me fëmijët, për shembull, ose me partnerin, nganjëherë jemi grindur. Dhe lëshon, pasi e ke mbajtur disa sekonda. Këtë gjë mund ta bësh edhe gjatë ditës dhe hap syt dal ngadalë dhe e vën rend që ndihem më i qetë. Ka ndodhur diçka brenda meje. Këtë në mëngjes, mund ta bësh edhe gjatë ditës, kur e shikon që ke filluar stresi, puna, tensioni, migrena për disa persona i shkon sipër, edhe sepse migrena dhe shumë sëmundje ndodh sepse ka shumë energji që akumulohen nga stresi, nga mendimet e shumta, që duhen të ulen poshtë. Ka rëndësi nëse këto i mendojmë apo duhet i themi? Fjala e thënë është më e fuqishme apo e Nëse menduar? thua është më bukur, nëse ti ke persona afër teje, të lutem mos e thuaj, e thua në mendje. Është e njëjta gjë. Domethënë, nëse je në punë, për shembull na kam bërë punë,
ose shpesher kam shkuar në banjo, ku kam qenë menaxhere, se nuk doja, dhe shkosha në banjo edhe bësha vetëm fuqinë e frymarrjes, që është një ndër fuqi shëruese më të forta. Masha frymë dhe lëshoja frymen. Dhe çdo energji që kisha sipër, thosha e ulsha poshtë. Sepse kur kemi mungesë këtu poshtë, atëherë sëmuremi, sepse këtu është baza, është një qendër që quhet qendër energjetike, dantjeni i poshtëm, që është për vitalitetin, imunitetin edhe për përqendrueshmërinë, energjinë dhe komplet imuniteti forcohet. Dhe rëndësishme është që ushtrimet e frymarrjes të bëhen çdo ditë apo jo? Çdo ditë. Është si karikimi një baterie të makinës. Nëse ne nuk e karikojmë baterinë, kemi lënë makinën disa kohë pa ndezur, ne e dimë që ajo bateri do të vdesin. Është e njëjta gjë kur nuk i japim benzinë makinës ose diesel, e njëjta gjë, ajo makinë do të niset. Efikasiteti më i madh është në natyrë, në ajër të pastër. Ajo do të ishte ideale. Por edhe nëse ti vizualizon natyrën, nëse nuk e ke të mundshme, edhe ajo është një rilidhje, sepse rilidhesh me informacionin e natyrës. Thu rilidhe me natyrën, rilidhe me informacionin të gjithë pemëve, të gjithë erzave. Erzat ne i pim, me të vërtetë në formë çaji, dhe të na bën shumë mirë. Por njerëzit harrojnë që ajo erz ka një informacion. Nëse ti nuk lidhesh, ajo erz bën gjysmë për gjysmë punën, 50%. Nëse ti dëshiron që 100% të funksionojnë tek ti, lidhu me erzën.